Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalus salati wa tammu taslim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إلى آخر الآية صدق الله العظيم. Falënderimet më të mëdha, më të lartë i takon Allahut fuqiplot, përshëndetjet më të përzemëra të Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër dhe motra të nderuar në Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unë jam përcaktuar të flas sot rreth përgjegjësisë sociale nga aspekti islam. Fillimisht, fjala përgjegjësi nënkupton gatishmërinë e njeriu që t'i marrë përsipër pasojat e fjalëve, të veprave dhe të sjelljeve të tij. Pra, të jetë i gatshëm të jap përgjigje për fjalët e caktuara, për sjellje dhe për veprimet e caktuara të tij. Ndërkaq, përgjegjësi sociale nënkupton synimin e plotësimit të nevojave personale pa i dëmtuar të tjerët. Dhe shkohet edhe një hap më të tjerë, përveç plotësimit të nevojave dhe interesave personale, njeriu është i gatshëm të marrë përsipër edhe plotësimin e nevojave të tjerëve. Ska dyshim që Allahu Dhul Xhelal njeriun e ka dalluar prej gjallësave në disa aspekte, mirëpo më kryesori është se njeriu është përgjegjës ose i përgjegjshëm për veprat, për sjelljet dhe për fjalët e tij që nuk e gjem te gjallësat e tjera. Kështu që një prej tiparave dalluese të njeriu është që ai të jetë i përgjegjshëm si për vete, ashtu edhe për të tjerët. Të gjitha fetë e shpallur nga Allahu Dhul Xhelal dhe forma e fundit e Islamit e shpallur Muhamedit alayhi salatu wassalam na thret që ne natyrisht t'i plotësojmë, t'i përmbushim nevojat, dëshirat tona personale, mirëpo me mundësinë që na ka falë Allahu Dhul Xhelal, ne jemi të gatshëm, kemi aftësinë dhe zotësinë t'i plotësojmë, t'i përmbushim edhe nevojat e të tjerëve. Prandaj edhe të gjitha ibadetet në Islam, të gjitha veprimet ose të gjitha shërbimet fetare në Islam, përveç që e kanë atë raportin e lidhjen e njeriut besimtar me Zotin, e kanë edhe aspektin apo dimensionin social dhe pra horizontal në raport me gjallësat tjerë, në radhë të parë me njerëzit e tjerë. Kështu që nuk mund të paramendojë njeriu gjatë gjithë jetës së tij të mendojë, të veprojë, të jetojë, të angazhohet vetëm për plotësimin e nevojave të tij personale. Këta njerëz ne i quajmë me çrregullime psiqike, në radhë të parë, më e thjeshtë që mund të themi për këta se janë egoistë, të cilët shumë pak mendojnë për të tjerët, mirëpo gjithçka dhe gjithë bota sillet rreth tyre dhe rreth përmbushjes së interesave të tyre. Kjo është një qasje ose një sjellje ose një veprim shumë i dekuilibruar që nuk përputhet me aftësitë dhe zotësitë pajisje që na ka dhënë Allahu në natyrshmërinë tonë, që ne jemi gatshëm, të jemi të kompetent dhe të aftë të marrim përgjegjësitë edhe për të kujdesemi edhe për të tjerët. Pra, qofshin këta njerëz, qofshin gjallësa të tjera, qoftë ambienti ku ne jetojmë. Prandaj edhe përgjegjësia sociale në radhë të parë niset që nga individi, pastaj vazhdon më të qenë me rrethin tjetër familjar, pastaj me komunitetin, me bashkinë, e pastaj me komunën ku gjendet, me po themi kantonin apo landin, me shtetin, qeverinë kështu më radhë. Në të gjitha instancat, të gjithë njerëzit, varësisht nga mundësitë dhe potenciali që i ofrohet në të gjitha këto instanca, ai ka mundësinë të angazhohet jo vetëm për vete, por edhe për të tjerë. Në veçanti në qoftë se merr përgjegjësinë e një posti të caktuar, qoftë social, për në radhë të parë politik, pse jo edhe fetar, të hierarkisë fetare, aty sigurisht që ai do të shikojë edhe interesin e vet dhe familjar të vetë, mirë po ai nuk është zgjedh aty në atë post të mendoj vetëm për vetveten, por se edhe për të tjerët. Kështu që parimi bazë kuranor në këtë drejtim është ajeti që lexova në fillim, ku Allahu Dhul Xhelal thoshte:
mbështeteni, përkraheni, dilni krah dhe zot njëri tjetrit në punët e mira, në punët e hajrit, në punët e dobishme dhe në punët që të çojnë drejt përkryerjes shpirtërore, drejt devotshmërisë. Mos e përkraheni njëri tjetrin në punët e këqija, të liga, të dëmshme për individin, për shoqërinë. Wattaqullah, keni dro Allahun, pra keni parasysh se një ditë do dilni përpara Allahut dhe do të jepni përgjegjësi për veprimet tuaja personale, por edhe për ato kolektive. Ishit ju ata që menduat vetëm për vetveten, apo patët mundësi dhe gjetët edhe rrethin dhe mundësi që të kujdesin edhe për njerëzit e tjerë, për gjallëzat dhe për ambientin. Pra është parim bazik islam, mbështetja njëri tjetrit në punë të hajrit të mira dhe angazhimi social, angazhimi për të mirën e të tjerëve në shoqëri. Natyrisht pasi të kemi plotësuar nevojat tona. Kështu që të flasish për këtë angazhim sot në një botë ku gjithnjë më shumë shkon drejt egoizmit, drejt subjektivizmit, drejt një botë kuptimi në qendër të cilit ndodhet individi, subjekti, njeriu, më pak pas të shoqëria, ose këto përgjegjësi i lihen vetëm shtetit, ose vetëm qeverisë, ose vetëm autoriteteve zyrtare. Këtu kemi të bëjmë me një çekuilibrim, sepse jo vetëm shteti, jo vetëm autoritetet zyrtare janë ato që duhet të mbajnë përgjegjësi për njerëzit e tjerë, për shoqërinë dhe për komunitetin social, mirë po edhe individi, pa marrë parasysh në cilin nivel është. Mund të jesh njëri i thjesht, mirë po ti përveç detyrave tua personale ke detyra përgjegjësi tua edhe kolektive dhe sociale, e pastaj gjithnjë meritjen tënde në instancat e larta shoqërore, politike dhe tjera, natyrisht të rritet edhe përgjegjësia, sa të rritet privilegji që fiton namin, autoritetin, meritjen e posteve, po aq të rritet dhe të shtohet edhe përgjegjësia për të tjerët. Kështu që njerëzit shpesh lakmohen pas autoritetet, pas posteve, mirë po tek më vonë e kuptojnë se kjo s'pas ka qenë vetëm punë privilegji, por se më tepër përgjegjësi për të tjerët. Kështu që në një botë ku sot gjithnjë më tepër vjen në qendër subjekti, individi, ne duhet të mendojmë edhe për aspektin social dhe të kujdesim pak më tepër për njëri tjetrin, sepse nuk ka mundësi që sot në një botë të globalizuar, që themi, ku e gjithë bota është bërë aq i vogël sa një fshat, sikur sepse një fshat, të gjithë banorët e një fshati më herët mirëshin vesh dhe kuptoheshin se çfarë ndodhte aty, e sot merret vesh në gjithë botën se çfarë ndodh. Fal mjeteve të komunikimit, internetit, teknologjisë sofistikuar e tjera. Pra, me një fjalë të globalizimit, ne sot kemi mundësinë të marrim lajmet nga cepi më i largët i botës për një moment shumë të shkurtër. Kështu që bota është zvogëluar dhe tani ti të mendosh vetëm për interesin tënd dhe të mos kesh përgjegjësi të mbash për të tjerët është diçka shumë e ulët sot dhe shumë e vogël. Ne patëm dhe sa po e përcollëm çështjen me koronën, me virusin korona. Kush mund të thoshte se mua nuk më intereson çfarë ndodh në Kinë? Shumë shpejt edhe në Evropë, shumë shpejt edhe në shtëpitë tona dhe shumë shpejt mbritëm edhe te viktimat e para nga saj. Prandaj sot në këtë botë të globalizuar ku njerëzit për një kohë relativisht shumë të shkurtër nga ky cep, nga ky qersh i botës mbrin në tjetrin për disa orë, atëherë nuk mund të thuhet se bota është shumë e madhe. Përkundër se shumë e vogël dhe probleme që ndodhen diku shpejt mbrin edhe te ne. Prandaj edhe nuk mund të themi edhe të rim negligent dhe të rim ashtu të ftohur kinse s'po ndodh asgjë rreth nesh. Kështu që përveç këtyre ajeteve koranore dhe thënieve të shumta të pejgamberit alayhis salatu wassalam në këtë drejtim që pejgamberi sallallahu vazhdimisht në të rreth vërejtë që përveç nevojave tona të kujdesim edhe për tjetrin, për familjarët, të kujdesim për të varfrit, të kujdesim për fëmijët tanë, të kujdesim për udhëtarët, të kujdesim për këta, për ata, të kujdesim për gjallësa të tjera, për ambientin kështu me radhë. Pra, përveç këtyre fjalëve, ne kemi shumë të qartë, kemi shumë të pranueshme, si themi, dhe për fat të mirë, kemi shembullin edhe praktik të pejgamberit sallam, i cili qëndron mbas të gjitha këtyre fjalëve që ka thënë, mirë po, këtu shumë me rëndësi është të përmendi një çështje të cilën pejgamberi sallam e ka kryer me përgjegjësi të plotë, edhe
deksa ishte i ri, një djalosh 20 vjeçar, domethënë akoma pa qenë pejgamber. E kemi fjalën për Hilful Fudul. Natyrisht që Mekka në atë kohë ishte në qendër të dy udhëve kryesore tregtare nga Jemeni që lidhshin me Shamin, me Sirin, Jordanin dhe të sotëm dhe me rrugën tjetër që çonte për në Irak dhe kështu me radhë. Pra ishte në një kryqëzim. Vetë Mekka nuk ishte blegtori, nuk ishte bujqësi dhe kështu me radhë, por mbjetonte në radhë të parë në bazë të tregtisë, sepse dhe ndodhin këtë kryqëzim të rrugëve tregtare. Kështu që shumë shpesh për çdo ditë thuajse kishte tregtar të huaj në Mekë. Dhe ishte traditë që njerëzit të ishin mirë me tregtarët, mi po ndodhte kishte raste kur pushtetarët, le të themi, të Mekës, ata që kishin autoritet dhe namë dhe fuqi dhe forcë dhe shpinë të fortë mbas vete, ata ti keq trajtonin tregtarët e huaj. Dhe kështu ndodhi me një jemenas i cili kishte ardhur me vajzën e vet për tregti në Mekë, të blente, të shiste mallrat e vet, të blente të tjera dhe kthehej përsëri atje. Kishte pas rast një prej atyre udhëhesëve të Mekës, ja kishte marrë pasurinë, s'ja ka bërë pagesën, një tjetër ja ka marrë vajzën, ja ka grabitur edhe kështu me radhë. Dhe ky shkon afër Ka'bes, Ka'bja ishte aty, mirë po, dhe bëi vizitë sipas traditave të xhahilijit dhe kërkoi ndihmë prej njerëzve që ishin aty. Në atë moment u mblodhen disa fisnik, le të themi kështu, të Mekës, ndërta edhe Zubejri, Mingja i pejgamberit sallam, i cili e mori me vete edhe Muhamedit, aty ishte Abu Kuhafe, babai i Abu Bekrit, edhe kështu me radhë. Dhe këta u takuan në shtëpinë Abdullah bin Judaanit, që ishte më plaku, më fisnik aty, dhe i biseduan këtë çështën e keq trajtimit të tregtarëve të huaj në Mekë. Dhe thanë, nëse ne vazhdojmë me këtë trend, me këtë formë të trajtimit të tregtarëve të huaj, atëherë një tregtar të huaj nuk do të vinë në Mekë dhe ne na paksohet na paksohet mbijetesa, na kërcënohet mbijetesa jon këtu në Mekë, sepse ne mbështetem kryesisht në tregtinë që kemi me fqinjët tanë dhe me njerëzit që vinë dhe çarkullojnë gjithandej. Prandaj dhe vendosën, u betuan, e krijuan një farë aleancë, një farë besatie, një farë besatimi e bën, pra një farë beslidhje e lidhen ata fisnik që ishin aty të shtëpia e Abdullah bin Judaanit dhe thanë që ne do të dalim zot çdo tregtari, po jo vetëm çdo tregtari të huaj, dhe çdo kujt tjetër që shtypet, të cilit i bëhet padrejti dhe zullum, ne do të dalim krah atij, do ta mbrojmë atë dhe do të mundohemi t'ia kthejmë deri në pikën e fundit, t'ia kthejmë hakun që e meriton dhe këtë vazhdoj derisa të takohen kodrat që janë përreth Mekës. Ishte një betim, një besati, po themi një aleancë, krijimi një shoqate, le të themi sot me termat e sotshëm, organizate për mbrojtjen e tregtarëve të huaj ose dhe për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në shoqërinë e Mekës dhe Mëxher. Pejgamberi sallam ishte aty prezent dhe ishte dëshmitar i krejt kësaj çfarë ndodhi, e më vonë. Edhe Muhamedi sallam, edhe të tjerët, para pejgamberisë, po edhe mbas pejgamberisë. Muhamedi sallam vetë do të angazhohet në këtë kolegium, në këtë organizatë, le të themi sot me fjalët e sotshme, në këtë aleancë dhe rreth që ishte krijuar për mbrojtjen e tregtarëve dhe njerëzve të huaj dhe të shkelur, të shtypur. Vetë pejgamberi sallam është angazhuar fizikisht vetë para se të bëjë pejgamber, mirë po edhe më pastaj është angazhuar për rikthimin e të drejtave të njerëzve të cilëve u ishin marrë të drejtat e tyre. Dhe kjo do të krijojë pak a shumë në një formë edhe një acarimi të pashteshëm dhe të pafund, për shembull me Ebu Xhehelin, sepse kështu ndodhi një rast edhe me të, edhe me parin tjerë të Mekës, ndërkaq këta fisnik, pra besatimi i njerëzve fisnik, i njerëzve fodulla që themi ne sot me fjalë, po ne themi zakonisht në fjalë negative, fjalën fodull e përdorim, por njerëz të vyshëm, të virtytshëm do të thotë. Prandaj pejgamberi sallam ishte aktiv në këtë dhe madje jo vetëm aktiv, por dhe proaktiv në mbrojtjen e të drejtave të tregtarëve të huaj, por edhe të njerëzve aty brenda që ishin brenda shoqërisë mekase. Shumë indikative është që Muhamedi sallam tek shumë më vonë në Medinë kur do të vijë, do të shpreh një fjalë të këtij që është shënuar në përmbledhjet e hadithit të historisë së pejgamberit sallam. Ai thotë, kam qenë dëshmitar në këtë besatim që u lidh në shtëpinë e Abdullah bin Judaanit dhe shumë i kënaqur jam që kam marrë pjesë aty dhe që kam qenë aktiv më pastaj në këtë organizat
Dhe unë këtë angazhim timin në atë shoqat nuk do të kisha zëvendësuar as në 100 deve të kuqit asaj kohe, pas kanë qenë shumë më të mirët asaj kohe. Madje vazhdon të thotë, edhe sikur sot në Islam, si do thotë të më ftoj dikush, Muhammed, eja sepse të thret ky këshill, ky organizat, sepse do t'i dalim Zot dikujt, jam i gatshëm edhe sot si pejgamber të shkoj të marr pjesë aty. Për ne kjo pjesë e fundit është shumë indikativ dhe shumë domethënëse për ne musliman që jetojmë në perëndimin e veçantë, edhe pse kudo sot s'kemi shtetin e sot që janë të izoluara pastër muslimane, pastër krishterë, pastër budiste kështu me radhë, por gjithë bota siç tham është ngjeshur aq shumë, është ndërthur aq shumë me një gjithë saqë nuk mund të paramendojë një vend ku nuk jetojnë njerëz të përzier për nga aspekti gjuhësor, kulturor, fetar edhe tjerë etj. Prandaj për ne tham është më rëndësishme kjo pjesë e fundit. Edhe sikur sot të më ftonin të aktivizohesha në atë shoqat, do të isha përgjigjur në vend, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam. Që thot me gjithë dëshirë do të kisha marrë pjesë në atë organizat. Çfarë do të thotë kjo organizat? Kjo është një organizat e cila është themeluar përderisa Muhamedi ishte thjesht një djalosh 20 vjeçar, nuk ishte pejgamber akoma. Njerëzit që kishin themeluar fisnikët e Mekës, ata për nga besimi si ishin musliman, le të themi ishin mushrik. Po kishin disa vlera morale, disa virtyte të cilat donin të dilin në Zot dhe të gjallëronin në shoqërinë e Mekës, sepse kjo reflektoi pastaj edhe në ekonominë e vendit, edhe në mbijetesën e përgjithshme të tyre. Prandaj edhe pejgamberi sallam këtu neve na jep një mesazh të fuqishëm. Ne si muslimanë në perëndim, besoj duhet të nxjerrim një mesazh të fuqishëm se Islami nuk mbështetet në lojalitetin, besnikërinë ndaj një grupi, ndaj një individi, por se lojalitet ndaj vlerave dhe ndaj parimeve. Pavarësisht kush i mban gjallë këto vlera dhe këto parime, muslimani do të jetë aty. Pavarësisht kush ka themeluar një shoqat apo një organizat apo një parti politike ose çfarë do një shoqate tjetër, një komisioni, çfarë do që të jetë ai. Pa marrë parasysh kush janë ata, janë muslimanë ose janë muslimanë të tjerët. A punohet për mbrojtjen dhe gjallërimin e vlerave, të drejtësisë, të korrektësisë, të virtyteve tjera morale etike që janë universale të gjithë. Po, atëherë pejgamberi më tha, unë jam i gatshëm të marr pjesë aty. Si pejgamber, si musliman dhe si një individ, si një njeri i thjeshtë. Prandaj, për ne ky hadith dhe kjo ngjarje e hap rrugën për angazhimin ton social në shoqërinë zvicrane perëndimore këtu ku jetojmë ne si musliman. Nuk kemi luksin të themi, jo, ne jetojmë perëndim, por ne do mbahemi vetëm me njëri tjetrin, mjafton kaq, më shumë s'kemi nevojë. Sigurisht që ne do të mbahemi me njëri tjetrin. Sigurisht që do të mbështesim tonin. Mirë, po kjo s'duhet të jetë pengesë që ne të kalojmë përtek këtyre kufive të komunitetit ton musliman këtu që jemi. Sepse atëherë ne e kemi zvogluar vetveten. Ne duhet të dalim përtek këtij kallupi që në të cilin shumë musliman e kanë pas izoluar vetveten, kanë mbyllur vetveten. Ne nuk guxojmë të jetojmë në geto të izoluar në brenda komunitetit tonë të ngushtë, sepse mbetemi të ngushtë, mbetemi të vegjël. Aq sa më shumë që të hapemi, sa më shumë që të angazhohemi për shoqëri këtu ku jetojmë, me të tjerët që janë të ndeshëm, që janë fisnik, që janë të moralshëm, natyrisht se ka njerëz të pamarrshëm gjithandej, edhe në shoqëritë islame ke ato. Po nuk bashkëpunohet me ta, bashkëpunohet me të mirët, me fisnikët kundrejt të së keqës. Pra, edhe i keqi si individ nuk luftohet, por e keqja e tij, jo individi, por e keqja e tij. Sido që tjetë, pa marrë parasysh kush i themelon, kush i krijon këto organizata, shoqata apo parti që ofshin politike etj, që angazhohen për disa vlera, të cilat gjithsesi se kanë një bazë të fuqishme në Islam, besoj që ne muslimanë duhet jemi aty. Në veçanti kur marrim parasysh arsimin dhe shkollimin e të rive dhe të rejave, gjithnjë më shumë në rritje të muslimanëve këtu në Zvicër, po themi, po edhe në perëndim. Gjithnjë më shumë kemi të ri dhe të reja që kryen studimet e lartë, magjistratur, doktoratur në universitetet më me renome këtu në Zvicër dhe në perëndim. E tani këta të punojnë vetëm për vetveten, të mos angazhohen askund, kjo është shumë e dhimbshme. Ata e zvogëlojnë vetveten, e ulin vetveten, e mbyllin vetveten. E mira e tij ngelet vetëm te ai dhe te familja të rrethi më i ngushtë i tij. Në ndërkohë që ai ka fuqi dhe ka mundësi, ka kapacitet, ka aftësi, zotësi mendore, po dhe shpirtërore, psiqike, po dhe fizike etj, të gjitha kapacitetet ka për të kontribuar për shoqërinë, të cilën ne nuk duhet të shikojmë si një shoqëri amicore, por si një shoqëri e cila na ka pranuar neve këtu.
I ka hap dyert dhe ne ka pranuar. Dikush me dëshirë, dikush pa dëshirë, mirë po ne jemi këtu dhe nuk po na përzan. Përkundazi na hapin dyert. Pra, dyert e shkollimit, dyert e arsimimit, dyert e angazhimit edhe në afarizm, në ekonomi, në kulturë, në politikë e tjera janë të hapura, askush t'i mbyll. Përjashtime ka gjithmonë, mirë po përjashtimet i vërtetojmë, pra flasim për rregullën që është. Rregulla është se dyert i ketë të hapura dhe ne duhet të angazhohemi për ndërtimin e kësaj shoqërie, sepse nuk ka kuptim që babai im, gjyshi im të ketë jetuar këtu 30, 40, 50 vjet, ti ketë lënë eshtrat këtu, mundin dhe djersën e ti këtu, dhe unë akoma si brezi i dytë apo i tretë, unë të mendoj të shikoj këtë shtet, këtë shoqëri si të huaj, si armiqësore. Nuk ka kuptim, sepse babai im, gjyshi im i lanë eshtrat këtu, kanë investuar për këtë shoqëri, dhe unë tash do të vazhdoj më të qe për gjallërimin e këtyre vlerave islame, shqiptare, çfarë kemi me vete, flas për vlerat, jo për antivlerat. Sepse vlerat janë ato që shiten në tregun, apo si themi në berzën e vlerave botërore. Islami ka me bollëk të gjitha këto vlera. Kultura jonë shqiptare po ashtu ka të gjitha. Paramendoni fjalën besë, përdorëm më herët fjala besë, nuk gjendet në çdo fjalor, në çdo gjuhë fjalor në çdo gjuhë tjetër. Diçka shumë specifike në Islam, të ne shqiptarët është besa. Prandaj, këtë ne duhet ta përcjellim ato që si një vlerë dhe kjo shitet shumë shtrenjtë te njerëzit e virtytshëm dhe të vlefshëm. Prandaj ne kemi vlerat shqiptare, kombëtare, por ato islame me vete, me bollëk, dhe ato duhet t'i plasojmë këtu, t'i përcjellim, t'i përçojmë të tjerët, dhe natyrisht marrim për të tjerëve, sepse vlerat janë universale, nuk ka drejtësi që është drejtësi islame, drejtësi krishtere, drejtësi e tjera. Drejtësia është drejtësi, pa marrë parasysh fen, kulturën, ideologjinë e tjera. Mund të ketë efekte të tjera anësore, mirë po drejtësia si parim, si virtyt, si vlerë është universale dhe asaj duhet t'i shërbejmë. Është shumë indikative në fakt edhe një studim që është bërë nga 2 studentë muslimanë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës para afërsisht 10 vjetëve. Ata kanë bërë një studim krahasues të shteteve të gjithë në 208 shtete, me sa më duket, edhe e kanë matur se në cilin prej këtyre shteteve të botës jetohen, zbatohen, praktikohen më shumë të vlerat islame, si drejtësia, korrektësia, preciziteti e tjera. Respektimi i drejtave të njeriut. Të gjitha këto. Ky studim është, edhe online, mund të gjenë në internet, sa islame janë shtetet islame, kështu është titullohet artikulli, dhe këtu, për fat të keq, në 37 vendet e para nuk figuron asnjë shtet islam i cili i zbaton më së miri vlerat dhe virtytet dhe parimet islamit. Për fat të keq, në 37 shtete e para asnjë shtet islam nuk figuron. 38 është Malezia, e pastaj vjen të poshtë shtete tjera. Që do thotë, ne flasim për shtet islame, në kushtetutë vendojmë ndoshta emrin shtet islamik edhe tjera, mirë po sa jetojnë vlerat islame në këto shtete, le të flasim ose le të lëmë këtë studim, le të studiojmë vetë. Le të studiojmë vetë dhe të shohim ku jemi ne dhe ku qëndrojmë ne me jetësimin e këtyre vlerave. A në fakt, dietarët islam thonë, një shoqëri, një shtet, në të cilin zbatohet drejtësia, ai shtet, ajo shoqëri do të gjallëroj shumë gjatë, do të jetoj shumë gjatë. Ndërkaq, një shtet tjetër që mund të quhet islam, mirë po që nuk e zbaton parimin e drejtësisë dhe të korrektësisë dhe të respektimit të drejtave të njeriut, ai shtet apo ajo shoqëri do të deformohet shumë shpejt, pavarësisht se mund të jetë shoqëri islame. Pra këto gjëra janë të qarta, sepse vlerat janë universale, mund të flasim për drejtësi, siç thash, ose korrektësi islame dhe jo islame. Drejtësia është drejtësi në çdo fe, në çdo kulturë dhe kështu me radhë. Prandaj, pikërisht këto vlera universale janë ato që ne na lidhin me të tjerët dhe na mundsojnë të lidhim edhe aleanca dhe bashkëpunime me të tjerët, sepse kemi shumë çka të përbashkët. Dhe kjo ne nuk na çon të mendojmë për të tjerët si armiq apo si kundërshtar të shikojmë, por si bashkëpunëtorë me të cilët të gjithë së bashku e ndërtojmë rrethin këtu, shoqërinë këtu, por edhe më gjerë dhe në plan botëror. Kemi probleme të shumta që janë globale, që janë botërore dhe ne muslimanëve na presin detyra shumë më të mëdha se sa të mendojmë vetëm për interesin e ngushtë personal, familjar ose të shokëve, të miqve që kemi para vetes. Prandaj edhe një herë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e pyetën: "O dërguar i Allahut, cili njeri e do më shumë ti Allahu?"
dhe cilën vepër do më shumë të Allahu. Pejgamberi alayhis salatu wassalam u përgjigj për njerëzit që më shumë t'i do Allahu, thotë janë ata që janë më të dobishëm për të tjerët. Për veprave që më shumë t'i do Allahu dhe xhelal, thotë është mbjellja e lumturisë në shpirtin e njeriu tjetër. Me këtë do të përmbyll. Qofshim në mbrojtjen e Allahut dhul xhelal gjithmonë dhe le të marrim nga këto parime islame të pejgamberit selam, të Kuranit edhe të tjera si një shtytse përpara që ne të angazhohemi si në planin këtu lokal, vendor, ashtu edhe komunal, kantonal, shtetëror edhe kështu me radhë, në të gjitha instancët, në të gjitha shoqatat. Zvicra njihet si një shtet, për shembull Zvicra njihet si një shtet i shoqatave, i ferajneve. Vetëm qyteti ynë i Kreuzlingenit që numëron diku te 23.000 banor ka mbi 200 shoqata. Pra, sipas një studimi të mëhershëm para disa vitesh që ishte nëpër mediat zvicrane, nga 7 milionë gjysë sa ishin aso kohë, tani më janë 8 milion banor që ka Zvicra. 3.5 milion banor janë të angazhuar në punë sociale, në shoqata kryesisht, po edhe në forma të tjera. Prandaj, pikërisht këtu vjen në shprehje kjo përputhje midis mësimeve kuranore, mësimeve profetike, por edhe praksës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me hilful fuduri në veçantë dhe forma tjera dhe përputhje me këto vlera të këtueshme që ne shumë mirë na krijojnë një simbiozë të shëndosh në mënyrë që të rinjtë dhe të reja tona të mos jetojnë me dy identitete të kundërta këtu, por se me një identitet i cili përfshin elementet e kësaj dhe të asaj, elementet islamit dhe shqiptarëve edhe elementet e vlerave, po themi, të kulturës të rrethit dhe ambientit perëndimor. Ka një mundësi për një përputhje shumë të mirë në këtë tim, dallimet sigurisht që nuk i injorojmë, nuk themi që s'ka dallime, mi po në radhë pa punojmë, t'i gjejmë ato të përbashkëta çfarë kemi dhe në bazë të këtyre të përbashkëta që janë shumë me bollok, nuk janë të pakta, ne të vazhdojmë bashkëjetesën dhe bashkë ndërtimin e kësaj shoqërie këtu ku jemi, sepse besoj që e kemi përgjegjësi. Wassalamu alaikum, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.